Mario, pyetja ime e fundit është lidhur me marrëdhëniet që ke krijuar me vendin e ri. Ka ardhur në një periudhë të vështirë ekonomike, në për cilën po kalon Kanadaja, e cila nuk është përkeqësuar vetëm nga marrëdhëniet mes presidentit Trump, presidentit amerikan dhe qeverisë kanadeze, por po të shkosh një çik më larg në kohë, problemet kanë filluar që në kohën e Justin Trudeau's. Dhe probleme këto që manifestohen të jeta e përditshme, të kosto e lartë e jetesës, por edhe të bjerrja e lirive të individit. Si e ke përjetuar ti këtë gjë? A ke arritur domethënë të kuptosh se ku ke ardhur, në cilin vend ke ardhur? Po Ilir, shumë e drejtë. Në fakt, Kanadaja ka 2 muaj që ka hyrë oficialisht në një recesion. Po shef sfida shumë të mëdha politike dhe ekonomike, marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e shumë sfida të tjera të ngjashme politike. Kanadaja ka ndërmarrë disa vendime politike të cilat bien ndesh me njëra tjetrën, si për shembull hapja e emigracionit dhe më pas mbyllja e emigracionit për një herësh. Kjo duket qartazi në çmimet e shtëpive të pronave të paluajtshme, të cilat po bien në një nivel të barabartë me vitin 2016. Por mendoj që edhe pse ky shtet, Kanadaja, po përballet me sfida kaq të mëdha dhe me rënje ekonomike kaq të madhe, unë personalisht kam qenë gjithmonë djalë që ka punuar çfarë lloj pune dhe nuk i kam bërë asnjëherë bisht një sfide, kështu që me thënë të drejtën nuk e kam ndier këtë ndryshim, sepse nuk kam qenë pjesë e Kanadas kur ka qenë në momentet më të mira të saj. Kam qenë vetëm pjesë e Kanadas në momentin që ka hyrë këtyre krizave, por mund të them me plot gojë Ilir, që edhe pse kjo është një krizë shumë e madhe e Kanadas, unë shoh një ndryshim jashtëzakonisht të madh me Shqipërinë tonë, për fat të keq. Dhe kjo, megjithëse është fati i keq në këtë moment, është fati i mirë sepse na tregon ne emigrantëve se Shqipëria mund të ketë një rritje akoma më të madhe. Na tregon një tavan ku mund ta shohim ne zhvillimin e Shqipërisë, edhe të mos e nënvlerësojmë potencialin e saj politik dhe ekonomik. Mos e shikojmë asnjëherë ishim më keq dje, jemi më mirë sot sepse na ushtruan 2 rrugë nga Partia Socialiste dhe Osamir, po jo, nuk është as pak kjo qëllimi kryesor ku duhet jemi ne me Shqipërinë tonë. Shqipëria ka një potencial jashtëzakonisht të madh, si me resurse natyrore, si me resurse toksore, si me resurse njerëzore, sepse ja u them me bindje të plot që populli shqiptar është popull shumë punëtor dhe popull shumë i zgjuar dhe popull që ka perspektivë shumë të mirë dhe shumë të largët në krahasim me vendet e tjera.